fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna ndërtimi dhe Medika. Nga regjia njoftohemi që do të kemi tani në linjë të drejt për drejt gazetarin ton Afrim Gjon Balaj. Le ta ndjekim. Në këto momente sapo ka dalë edhe komunikata për shtyp e nënshkruar nga sekretari përgjithshëm Javier Solana, ku theksohet se jam informuar nga Stakër në Mons se generali Krahë në këto momente ka filluar operacionet ushtarake kundra Federatës Jugosllave. Po ashtu në këto momente si theksohet edhe në këtë deklarat, thuhet se operacionet kanë filluar, pra bombardimet e para, siç mirët vesh edhe nga kjo komunikat për shtyp, filluan në këto momente. Poštovani gledalci, upravo smo dobili vest našeg reportera iz Prištine da su neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili raketne napade na teritoriju Kosova i Metohije. Beži, jeste živi, je? Hajmo, brate, hajmo, jeste dobar? Beži. Ako dođe do bombardovanja od strane NATO pakta, ako dođe do američke agresije, mi Srbi ćemo prilično stradati, ali Albanaca na Kosovu neće biti. Më 21 mars 1999, rreth orës 11, ndodhemi në kufirin Macedoni-Kosovë. Ne ishim të vetmet vetura duke hyrë në Kosovë nga kthimi prej Parisit, ku nënshkrua marrëveshja Rambujës nga shqiptarët dhe ndërkombëtarët, përveç Rusisë dhe e refuzuar nga serbët. Ana tjetër e daljes nga Kosova për në Macedoninë e Veriut ishte me kolona disa kilometrshe, kryesisht me vetura të misioneve ndërkombëtare që po lëshonin Kosovën, sepse në çdo çast pritej bomba e parë e NATO-s kundër caqeve ish jugoslave, gjithsesht serbo-malazeze. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës. Sot e mencionim fakte do t'ja kushtojmë 27 vjetorit të bombardimeve të NATO-s dhe pengëmarrjes së udhëheqësit politik të Kosovës, dietarit Ibrahim Rugova, me familje nga forcat pushtuese serbo-malazeze. Do të jetë ky rrëfim ekskluziv i autorit të emisionit Fakte, bazuar në librin e tij Pengu, i cili është ditar i detajuar i tërë asaj që ndodhi, ku ai, do me thonë autori i emisionit Fakte, ishte dëshmitar i asaj që ndodhi. Rreth orës 13 të datës 21 mars 1999 mbritëm në rezidencën e presidentit Rugova në Bilani, ku po prisnin gazetar të shumt për t'ja marrë fjalët e para të Rugovës pas nënshkrimit marrëveshje Rambujës dhe në fund të fillimit të bombardimeve të NATO-s. How do you feel about coming back? It's time to act. Thank you very much. Faleminderit.
It's time to act është koha për të vepruar NATO-ja, ishte porosia e qartë e Rugovës për këta gazetarë. Por të kthyer nga Parisi në Kosovë ishte vendim unanim i 16 anëtarëve të delegacionit ndaj sugjerimeve të disa zyrtarëve ndërkombëtar. Për mos të kthyer në Kosovë derisa të ndalen bombardimet. Lideri i demokracisë në Shqipëri, Dr. Sali Berisha, në lidhje me kthimin e Rugovës në Kosovë do të deklaronte. Gjesti më i madh i tij Adnan ishte vendimi i tij për të hyrë flak në Kosovë. Ai zgjodhi të ndaj fatin me qytetarët e Kosovës. Dhe unë mendoj se ai me këtë, domethënë, ka firmos edhe trimërinë e tij legjendare. Kosova dhe Prishtina ishin në ankthin e pritjes së bombave nga 19 demokracitë botës që quhet NATO. Represioni dhe fuqatat e pastrimit etnik nga ekspeditat policore ushtarake dhe paramilitare sërbe po bënin kërdi duke rrahur, plaçkitur, plagosur dhe vrar civil të pafajshëm kudo që ziheshin në rrugë apo shtëpitë e tyre. Ishte kjo një gjendje që secili do ta përjetonte në mënyrën e vet. Ajo që dihej ishte se secili përveç sërbëve priste me padurim krisën më e parë të bombave kundër caqeve policore ushtarake sërbo-malazeze. Britain stands ready with our NATO allies to take military action. Milosevic should make no mistake. Oh, I don't have any comments at this time, thank you. All efforts to achieve a negotiated political solution to the Kosovo crisis have failed, and no alternative is open but to take military action. My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. A whole people displaced and dispossessed simply because of their ethnic identity. Pozetje e ratë, një orë e gjysmë kemi ne, ushtari vet I ka ra pse s'pi vret. Më ditë ka I bje kjo unë s'pëshit kërko. Ka luftimet të natën krisin gjojnë para dyrit të rrinë. Dhe të kina nejtë në livave tash dolem. Bomba e parë dëgjohet pas 2 ditësh të mërkurën më 24 mars 1999 rreth orës 20 në afërsi të Prishtinës. Unë I ndodhur me familjen time në lagjën Dardania në Prishtinë me njëherë nisem për Velani të njeriu që për 10 vite rresht në diskursin e tij të komunikimit me publik, sidomos atij ndërkombëtar, po I realizohej kërkesa e vazhdueshme për intervenimin e NATO-s si forca më e besueshme për siguri. Mërkure në ora 20, bomba e parë, filluan, janë fjallët e 4 fëmijëve të mi, në lagjën Dardania. Atë natë në ora 11, kom hip keret dhe kom shku në Belani. Kur kom bje, kom pa Rugovën me antarë tjetë familjes, në salonën e vetë, kur njetë nuk e kom pa ma të gëzu.
Po këtë natë, në orët e vona, nga policë të uniformuar në shtëpinë e tij në Prishtinë ishte rrëmbyer avokati i njohur dhe luftari për drejtat e njeriut, zoti Bajram Kelmendi, me 2 djemt e tij Kastriotin dhe Kushtrimin, 16 vjeçar, për të gjetur pastaj të ekzekutuar në afërsitë të Prishtinës. Këtë natë ishin ekzekutuar në pragun e shtëpisë në Mitrovicë edhe intelektuali i njohur, profesori i madh Latif Berisha dhe veprimtari Agim Hajrizi me nënën dhe djalin e tij 12 vjeçar. Ndër njerëzit që më morin në telefon në ditët e para të bombardimeve të NATO-s dhe i cili kishte brengën e sigurisë së presidentit Rugova, ishte intelektuali dhe veprimtari Veton Surroji. Adnan, si është Ibrahimi, si jeni të gjithë, më pyeti Vetoni. Çka të them, Veton? Po e ndajmë fatin me tjerët. Ja ktheva. Ti si je? Ku po ndodhesh, e pyeta Vetonin. Jam në Prishtinë. Kujdesu për kryetarin, më tha Vetoni. Kjo fjali e Vetonit edhe sot më jehon në vesht e mi. Një javë pas fillimit të bombardimeve, më saktë, më 31 mars 1999, unë me familjen time ndodhem në Verani, ku ekspeditat të kombinuara policore ushtarake dhe paramilitare jam mësyn lagjës, ku brutalisht spastronin, plaçkitnin, rrihnin, plagosnin dhe vritnin, pa mëshirë njerëz të pafajshëm. Radha i erdhi edhe shtëpisë së presidentit Rugova, ku aty demolojnë 2 dyert e hyrjes dhe vërsulën në ne si e gërësira. 31 mars, në ka hyrë policia në Velani, ty pastru lagjen edhe jardë rendi shtëpis, se unë në qatë mëngjes edhe komarë dhe të me grunë time. Dhe jem koni maskum, rrugës kemi folë sërbisht. Qëllimi ishte i vram, po bile në bërë të Rugovës. Kanë thy derën e parë, derën e dytë, katrahur kanë ndodhur aty. Pse s'm kanë vrasë di. Në shtëpinë e Rugovës ishin gjithsejt 22 veta, familja e ngushtë dhe disa familjarë të tjerë të zotit Rugova. Unë veti 6 me gruan dhe 4 fëmijët e mi. Aty ndodhej edhe gazetarja e njohur gjermane e revistës prestigjioze Der Spiegel, zonja Renate Flotau, e cila kishte ardhur për një intervistë te Rugova. Ajo ishte dëshmitare e tërë kësaj rrëmuje që përfundoi me pengmarrje klasike të presidentit Rugova me familje dhe ne të tjerëve. Pas parasysh që ishte një gazetare Der Spiegel, Renata Flotau, që ishte një korespondente për Ballkan dhe njohë se e mirë gjitha lufta në Jugosllavi. Was Adnan there? I met him and we talked for about 10 minutes in a room downstairs. They came in, I remember, with their guns, came the iron gate, with the guns, and they came in. They were very panicked in the first moment when they came in. They ran in every room looking if there's something hiding there. After 1 hour, I think they allowed the children to drink some soft drinks. We have to choose one room, and in this room, we have to stay. Katë nalë kanë qenë krejt antarë të familjes, të Rugovës vikon rreth 20 antarë, une me familjen time, s'mundën e ju kështu musil, ku u trimnova pak preziku, ishte në fillim, që me shku pa dëshmitar, që thonë. Na s'kem prit lula, po jo me armë na hinë shpe, e më na najtë në dhomë, se na kem ditë që ka me qenë rrezik e krejt, por na në shpiton me nda fatin me popull. Po jo më tijaj, kur ti në të në shpiti qka, kanë qenë momentet vështira. Në mbrëmje, të së njëjtës ditë që pushtuan rezidencën e president Rugova,
ku me 10 police ushtarë sërbë qëndronin në çdo skutë shtëpisë, erdhen 2 civil, të cilët u prezentuan si të dërguar për ta përcjellë porosin se nesër Rugova do të atakoj Miloševićin në Beograd. Ishte kjo një shtangje ku unë reagova duke thënë se nuk është koha për takime dhe se një takim i tillë nuk mund të realizohet në kushte të tilla. Presidenti Rugova në këtë rast vetëm heshti duke pohuar me kokë reagimin tim. 2 civilet u ndan nga ne duke na thënë se nesër në ora 9 nisemi për Beograd. Prap reagova duke thënë se në vendimin për të udhëtuar në Beograd, presidenti Rugova nuk merr pjesë dhe se takimi i tillë pa pajtimin e dyanshëm nuk ka asnjë efekt. Dhe mandej kanë ardhur njerëz, nesër mu taku në Beograd, ne kemi refuzuar në fillim, nesërat kanë ardhur, kanë lënë 5 minuta. Rugova nuk është njëri që qëtë gjëkse dhe thotë mbramja, është një dietar, një njëri hurë, gjëkse me citja më konë nëne, po edhe unë më konë një farë pengu i ti. Milošević wanted to see you, and yes, and Rugova was in the first moment very angry and said, no, I don't want to go there. So Milošević might put a lot of pressure on him every day, every second to come. But when Adnan and Rugova went to Belgrade, I asked Adnan if he has a possibility to call my newspaper and telling them that I'm alive. Të nesërmen më 1 prill, në ditën e gënjeshtrave, një gjë ishte e vërtet, se presidenti Rugova dhe unë pa vullnetin ton të detyruar na dërgojnë në Beograd për të takua Gandhi me kasapin e Ballkanit. Nëse djepi është sërb, fëmiu në të është shqiptar. Kjo ishte një përgjigje epike djetarit Rugova. Kërkes e vetë me Rugovës në këtë takim ishte që ai dhe familja ti të liheshin të lirë dhe të dilnin jashtë Kosovë, sepse në kushte të pengmarrjes ishte vështirë të qëndrohet. Aty ishte Kosovë me të hija. Edhe mu Rugova tha që to me të hija për fshi. Milošević tha fshi e ti për vete, unë për vete s'pe fshi. Kopja sot e qësoj deklaratës në original është. Ja ka shkru emnin Aganit në paqet cigares dhe une ja kom përmend gjysë të Hagës. Thash ja ke shkru emnin në takim dhe më mdeje ke vra. A ish brutal edhe në njerëzë, ta udhejtësa të botës, i shante liderte me Clintonin e me Schröderin e me Shirakun, për të gjithë nga një fjallë banale, thante. Dhe Rugova i tha, je hin luft me botën, mekanizmat ndërkombëtar janë në lëvizje, ata kur s'nalen mo pa i plotsu kushtet. Kështu që plotsoj kushtet edhe të shpëtojmë gjithë. Po që unë kom. Tha qysh bre, po me ndonë me hi NATO-ja krejt, a dini me ma marë Kosovën, a dini që Kosova djep në busqesh, Rugova i ka thonën që nëse është djepi sërb, beba është shqiptare. Rjedhat e këtij takimi, për aq sa unë isha prezent, ja thash përballë në sy Miloševićit në tribunalin e Hagës në vitin 2002, kur unë isha dëshmitar i prokurorisë dhe kryeprokurorit Jeffrey Nice. Jam ftuar, dhe me thonë, nga zoti Rugova të jem takim dhe kam qenë pyetur nga ai rreth një deklarate për shtyp që i akuzuari ka kërkuar të nënshkruhej. Unë kam thonë se deklaratat për shtyp zakonisht nuk nënshkruhen dhe pastaj kam komunikuar me të akuzuarin. Me këtë rast kam shpreh shqetësimin tim për largimin dhe përzonjen e shqiptarëve që në atë kohë kishte arritur dhe 700.000 dhe se kjo është çështje që
duhet ta brengosi edhe vetë atë. Kam shpreh brengosjen time për njerëzit dhe bashkëpunëtorët e Zotit Rugova që ishin deklaruar të likuiduar, si Zoti Agani, Zoti Suroi, Zoti Hajrizi, edhe për Zotin Bajram Kelmendi kemi biseduar. I akuzuari me ironi ka lapsin dhe këta emra i shkruan në pakut të cigarës dhe thëtë se unë dhe të interesohem për ta. Më vonë, në një temë se kush shkakton lëvizjen e shqiptarëve nga Kosova, unë e them se si duhet përgjegjur në 2 argumente. Se shqiptarët shojnë Kosovën dhe gjejnë strehim në Maltëzi, kur edhe atje bombardohet, dhe pse asnjë serb nga pjesa e veriut nuk e lëshon Serbinë nga friga prej NATO-s edhe ata janë njerëz si ne. Me të kthyer nga Beogradi në Prishtinë, për fat telefonin në Vilani që nuk punonte atë ditë ishte në funksion dhe me njerë njoftova ambasadorin Amerikan në Shkup, zotin Christopher Hill. Njeriu e parë që kom thirë është Christopher Hill, ambasadorin Amerikan në Macedoni, dhe kur ma ka një zonën ajo çmend për gëzimit. When he came back, he was even more angry. So he was first of all horrified because he said, when I went by car through Kosovo, there was no people anymore. He said, Milosevic just misused me to make his own public relations or propaganda for him, just to show the world. So I'm fine, Rugova, I'm fine, smiling, shaking hands, and so he was very much disappointed and angry. Ma kanë detyru me ra me fjetë në tokë, me vërë mushtri, kemi shtri, kjo është nata e dytë, si në sardina, tamam, kemi qenë paketum, kështu dhe vetëm se Rugova ka qenë në një divan, shtrim dhe gjithër unë e kom lypë pozitën që me e pa ftyrën. Nëse më kishin nda me Rugova dhe unë e sigurisht kisha gjithë mënyra për më smetu. Në këtë kohë, në Beograd, pak ambasada të huja ishin të hapura. Në mesin e tyre ishte edhe ajo italiane me ambasadorin e mirënjohur Riccardo Sessa, i cili ishte shumë aktiv në çështjen e Kosovës dhe të përpjekjeve për lirimin e Rugovës nga arresti shtëpiak. Në ditët në vijim, në Beograd kishte ardhur përfaqësuesi i Vatikanit, Monsignor Vincenzo Paglia, i cili vazhdimisht kishte provuar të na kontaktonte përmes telefonit nga ambasada italiane. Ai kishte ardhur për ta bindur Milosevicin për të na liruar. Në një moment cingrën telefoni dhe unë dëgjoj zërin e njohur të Monsignorit. Adnan, are you okay? Dhe ndërpritet linja. Këtë më së miri e rëfen vetë Monsignor Vincenzo Paglia si në vijim. Quando poi seppi successivamente, allo scoppio della guerra, che Rugova era stato messo agli arresti domiciliari, io non aspettai un giorno, presi l'aereo e andai a Belgrado. Volevo incontrare Milosevic, ma non fu possibile. Io stavo in ambasciata italiana e devo dire ho consumato il mio dito a fare il numero di telefono. Avrò fatto centinaia e centinaia di volte il numero di... E ricordo che dopo un giorno intero, continuo la mattina dopo e in maniera assolutamente per me miracolosa, suona il telefono e sento la tua voce. Ti dico subito come sta Rugova. Tu mi rispondessi sta bene, io risposo e cadde la linea. Ditët në vijim ishin të tmerrshme, policë të shumt ishin prezent në çdo pjesë të shtëpisë. Ata improvizonin scena gjatë natës, thuase po sulmoheshim dhe shtinin me automatik nga terracat e shtëpisë. Gjendje kjo që friksonte sidomos fëmijët që ishin në mosha të ndryshme, duke filluar nga foshnja disa muajshe e kështu me radhë. Këto scena ata i manifestonin si mjet për të na detyruar t'i takojmë zyrtarë tjerë sërbë, siç ishin
Nikola Shajinović, aso kohë zëvendës kryeministri i Jugosllavisë, dhe Milan Milutinović, president i Serbisë. Në një takim me ta, ata propozojnë formimin e disa këshilleve ekzekutive, kryesisht kinse për kthimin e refugjatëve shqiptarë në Kosovë. Për këtë, ata përpiluan një listë të tyre, e cila u refuzue nga Rugova, por më vonë ata paraqitën në media këtë listë të cilën nuk e kishte nënshkruar Rugova. Kanë qenë rrethana të ronda të vështira, në pritje pa dije çfarë ndodh me neve, familja aty vështirë, momente të vështira, me ndajt me Ibrahim Rugovën, i arrestuam, problem ka qenë, por megjithatë thojshim Zoti është më. Prezenca e gazetarës gjermane Renate Flotau tani dukej si rrezik për të gjithë ne, nga fakti se ajo nuk ishte zbuluar, se ishte aty dhe ne frigoheshim që nëse zbulohet do të kishim pasoja, sepse nuk i kemi njoftuar Serbët, do me thonë, që aty gjendet edhe një e huaj. To tell them in that situation, I'm a journalist, it would be for me very dangerous as well. Në këto rrethana shfrytzuam vizitën e ambasadorit rus Kotov në Beograd, i cili erdhi në Velani për ta takuar Rugovën me gazetar. Renata përvidhet me gazetar të tjerë dhe arratiset nga shtëpia. 5 prill takimi me ambasadorin Yuri Kotov, rus, në Beograd. Erdha ai, e kishte marrë një autobus me vete sërb, me do gazetarë, me improvizim. Dhe këtu ka qenë edhe pregaditja për Renatën për të hikur. I went out behind Rugova and Adnan. There were some outside, of course, a lot of soldiers and police. But they thought I'm part of this group coming. I was there for 5 days. Në fund të takimit u realizua një konferencë për shtyp, ku presidenti Rugova në mes pyetjeve tjera për ndaljen e bombardimeve të NATO-s, thotë: Arretetus të ndalen të gjitha, thot Rugova në këtë rast. I think everything should stop, but this has to be worked out. Rugova urged a continuation of the Rambouillet peace process between Serbia and Kosovar ethnic Albanians. It's need to stop this situation, very tragic situation in Kosovo for all the citizens of Kosovo, first for Albanian, for Serbs and all in Kosovo. We make some progress to make one deal in Rambouillet. I ask from Serbian side to cooperate in this way. It's very positive for Kosovo, for Serbia, for Belgrade, for Montenegro and other, for the region of Southeast Europe. NATO is very interested to have a political and diplomatic solution. TV cameraman was allowed to take pictures of his house, so it is clearly seen the house is only under the police protection. Shikus të nderuar, është folur e përfolur, është gënjur e spekuluar, thua se presidenti Rugova në këtë rast ka kërkuar ndaljen e bombardimeve të NATO-s. Kjo është një pavërtet e kulluar, e cila kryesisht është e lansuar nga mediat serbe dhe pastaj këtë karrem e kanë ngrënë edhe disa media dhe individ të tjerë të cilët me dashakeqe kanë lansuar gënjeshtra të tilla. Më së miri e demantojnë këtë çështje zëdhënësi i NATO, zoti Gjimi Shia, gazetarja gjermane Renata Flotau dhe kryeministri italian Massimo D'Alema, si në vijim. We have learned that his house is permanently occupied by Serb security forces. His family is able to live only on the first floor of that house. He has no freedom of movement. The message that he gave, and which was conveyed by Serb television, where he was reported to have called for a halt to NATO's actions, was in fact a call
for the cessation of violence in Kosovo? Never. He didn't want stopping bombing. Not at all. A me non risulta assolutamente, diciamo, che Rugova abbia chiesto questo, che diciamo non... Pasi që gazetarja gjermane u arratis nga rezidenca e pushtuar dhe pengëmarrja e Rugovës nga forcat serbo-malazeze, ajo në revistën prestigjioze gjermane Der Spiegel botoi një ditar me atë se çka kishte përjetuar këtyre ditëve dhe zbardhi të vërtetën për pengëmarrjen e Rugovës. Ky shkrim i saj ishte vula e së vërtetës dhe i shërbeu Rugovës dhe Kosovës në rrafshin ndërkombëtar se Miloševići dhunshëm po e mbante Rugovën me familjet e tij në arrest klasik. I was very well aware if they found out that I was with Rugova, I wouldn't be alive anymore. Në materialet në vazhdim, le t'i përcjellim disa prononcime të gazetarit Flotau gjatë qëndrimit 6 ditor në arrest shtëpiak në rezidencën e presidentit Rugova në Prishtinë. Serbians for some period didn't really know what they wanted to do with Rugova. I think Milošević wanted to use him for his propaganda. I think the Serbs, after some time, thought about it to kill him. Pas kërkesave tona të vazhdueshme dhe presionit ndërkombëtar amerikan, gjerman, italian e në veçanti të Vatikanit, pas 6-7 viteve të pengëmarrjes, qeveria italiane me kryeministrin Massimo D'Alema, përmes ambasadorit italian në Beograd, Riccardo Sessa, më 5 maj na dërgojnë një aeroplan qeveritar italian dhe na transferojnë nga Beogradi për në Romë të Italisë. Presioni shumë i madh tek Miloševići në përmes ambasadave të ndryshme, për me liru Rugovën, se kërkesa jonë ishte vetëm u liru. Unë çdo bisedë telefonike me kanë folsha, thosha bëni presion te çarqet e juve, katmoni, tekmoni më na liru, se s'kish mo jetë aty. Se volete un paese che dopo la guerra costruisca la pace, c'è bisogno di Rugova. E voi state facendo un grave errore a tenerlo chiuso lì. Në avion e ka quë Italia dhe kemi shku. Ka pas tendenca me nda familjen, do ishin veç mu Rugovën më na liru. Më ka punu koka dhe Zoti më ka ndihmu që nuk kam leju me nda, sepse tash jo Miloševići, po ata klyshqit rreth tij do ishin me nda familjen. Mu edhe Rugovën më na leju me shku në Itali, familjen me nda që me shantazhu. I kanë sjellë dhe antarët e familjes. Dhe krejt në ballon edhe në Itali, në Roma. E allora noi mandammo a prendere Rugova. Con un aereo dei nostri servizi lo portammo a Roma. Në maj të vitit 1999, kur me ndërmjetësimin e miqve të Vatikanit në krye me Don Vincenzo Palja dhe me shtetin italian, na u siguru një avion i cili na merr në Beograd, fluturuam drejt në Rom, nga aeroporti në një konferencë për shtyp dhe shteti italian na vendosin këtë villë, që është një villë e kohës së lashtë, dhe quhet Villa Pamphilj, është villa mbrapa me e kurrë. Me njerë në ditën e parë ardha vizitoj kryeministri i kohës Massimo D'Alema dhe ministri i jashtëm Lamberto Dini. Rugova venne a Roma, Rugova si comportò molto bene perché certo espresse dolore per la guerra, ma ringraziò la NATO perché era intervenuta per difendere il popolo del Kosovo. Për lirimin e Rugovës nga pengëmarrja dhe arritjen në Itali, miku i madh, Monsignor Palja rrëfehet. Passano pochi giorni, io ricordo stavo negli Stati Uniti e ricevo una telefonata dal Ministero degli Esteri
dall'allora ministro Dini. Dice, guarda che domani Rugova viene liberato. Io metto giù il telefono, prendo l'aereo e arrivo qui in Italia. E la mia gioia, la mia commozione, quando è arrivato Ibrahim libero, è stata di una commozione unica. E lui mi ha raccontato, cioè, quando tu hai telefonato e ha risposto a Nan, io stavo accanto al camino con mia moglie e i miei figli. E sul camino c'era la foto del mio incontro con Giovanni Paolo II. Don Vincenzo, io devo dirti che sotto quella foto mi sentivo sicuro, tranquillo. Ed oggi eccomi qui, a Roma, libero. Certo, sento la sofferenza del mio popolo che sta passando un momento difficilissimo, però devo dire grazie perché il Signore mi ha aiutato. E ci abbracciammo con una forza ed una commozione che io ovviamente non dimenticherò mai. Il professor Rugova. Buongiorno. Sta a Roma. Il y a 4 jours que je suis là. 4 jours. Je suis sorti. Merci. Voilà. Merci. Ils sont dans une ville ici. Prishtina këtyre ditëve ishte qytet I mistershëm, ashtu si që ishte e tërë Kosova, ndaj një spastrimi etnik dhe dëbimi masiv të shqiptarëve të Kosovës. Në këto rrethana, bashkëpunëtorët e Rugovës kryesisht e kishin lëshuar Kosovën, përveç disave që kishin mbetur në Kosovë, të ngujuar dhe të fshehur nëpër shtëpi të ndryshme. Në mesin e tyre ishte edhe profesor Fehmi Agani, I cili ishte rrëmbyer nga treni në fushë Kosovë nga policë të uniformuar sërb për të ekzekutuar të nesërmën në periferi të Prishtinës, gjë të cilën presidenti Rugova shumë vështirë e përjetoi. We get the message that he was arrested from Serbian police. We are now sure that he was killed from Serbian police. Për profesor Aganin kam bërë përpjekjet më të mëdha të dim diçka ku është çka, për fat keq nuk morëm vesh. Është një humbje e madhe për ne, për mua personalisht dhe për familjet e tyre dhe natyrisht në të valën e gjitha tyre masakrave ato që ndodhen. Por për hir të tyre, punës e tyre që I njohim si njerëz, sidomos profesor Berisha, që ka qenë një njeri shumë I urtë dhe që ka mbajtur Mitrovicin këto vite, I respektuar I dashur, Kelmendi që ka mbrojtur me mija të rije njerëz nga maltretimet, dhe që ka arritur të shpëtoj kështu nga gjykimet drakonike, dhe profesor Agani një prej njerëzve më të njohur kështu të jetës politike dhe I dashur nga gjithë, nga mira studentë që kanë kaluar për dorë, mandej këto 10 vite që ka qenë non-stop, I angazhuar gjitha proceset, me aksion, me fjalë, me punë, me veprim. Është për gjithë ne një humbje e madhe dhe për hir të tyre do të vazhdojmë, që është mesazhi I tyre dhe I yni. Në mesin e bashkëpunëtorëve të afërt të presidentit Rugova, në Prishtinë ishte edhe zoti Xhemal Mustafa, I cili kishte përjetuar vështirësi të mëdha, siç ai e paraqet në librin e tij të shkëlqyeshëm, Një lutje për Prishtinën.
Derisa gjendja në Kosovë ishte alarmante dhe krahas bombardimeve të vazhdueshme të NATO-s, kishte luftime të ashpra nga ana e ushtrisë trimtare të Kosovës dhe odisejada e deportimit të shqiptarëve në kufit me Maqedoninë dhe Shqipërinë, presidenti Rugova zhvillonte takime të shumta me ndërkombëtar duke shpjeguar dhe njoftuar ndërkombëtarët për gjendjen në Kosovë. After installation of the NATO and international administration, now we have this transitory stage, international administration and force, and after independent Kosovo, open Kosovo integrated in Europe, in the world. Me presidentin Rugova nga Italia shkojmë në kampin e Stankovecit në Shkup për të vizituar refugjatët e shumët nga Kosova. Pritja madhështore nga ata ishte përgjigja më e mirë ndaj disa shkurt pamësve dhe nga bashkëpunëtorët e tij, të cilët nga Shkupi, Tirana dhe Europa po propagandonin se Ibrahim Rugova ka humbur legitimitetin e prisit të Kosovës. Pamjet flasin vetë. Prague to suspend NATO's air operations against Yugoslavia. Srbija, jun 1999. Na Dunavu čitav je samo jedan jedini most. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i drugim gradovima tinjaju fabričke hale. Na Kosovu, prateći povlačenje vojske, u izbeglištvo je krenulo i srpsko stanovništvo. Srbija je brojala žrtve. Presidenti Rugova pas një kohe nga Italia kthehet në Prishtinë, ku pritet në mënyrë spektakolare nga populli.
Shikues të nderuar, periudha e bombardimeve të NATO-s mbi caqet serbo-malazeze ishte përjetim i veçantë i çdo shqiptari në rrezull toksor, i atyre që ishin në male, ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe po liftonin krahas NATO-s. Familjeve të shumta me gra e fëmijë që po vuanin në hapësirat e Kosovës, refugjatëve në kufi me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe në kampe të ndryshme. Atyre të ngujuar në për shtëpi, mërgjimtarve të cilët po bashkë përjetonin këto odisejada me familjet e tyre e të tjera e të tjera. Në fund, them se çdo paqartësi rreth pengmarrjes së Rugovës dhe familjarëve të tjerë të tij, shkurjes në Beograd, takimeve jashtë vullnetit të tij, deri në lirimin e tij dhe shkuarjen në Itali tashmë është e zbardhur. Çdo tendencë për ta shtrembruar të vërtetën duhet të përfundoj këtu. Shikues të nderuar, e vërteta çdo herë ekziston dikun. Edhe ajo vazhdimisht vëzhgon dhe buzëqesh në rastet kur ne e themi. Pra, edhe nëse e themi, ajo ngryset, por nuk pushon se ekzistuari. Emisionet i keni çdo të shtunë në ora 21 dhe reprizat të nesërmen nga ora 17 në televizionin kombëtar, këtu në KTV dhe në platformën Arta, si dhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovci. Falenderim për Ujë Rrugove, Vipa Qips, Lesna Ndërtimi, Fibula dhe Medika. Miru pafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rrugove, Vipa Qips, Lesna Ndërtimi dhe Medika.